mu më vjen interesant, tash që pat kjo ndeshja luajti Shqipëria dhe Ermenia, alhamdulillah, fitoj Shqipëria, unë u gëzova shumë, unë për vetë jam sportiste, kam merak ka ditë interesant, emocionet, plus shtesë, durët në nomin e të botikës. Tash dikush edhe këtë mundet me e marrë, ka njerëzit që janë shumë ekstrem, ka njerëzit shumë liberal, kina ranë halës dina dhe kam në aviate dhe kujtë me apo qefin, kujtë me apo qefin. Po thama që mendoj unë, jam të folë tash sinqerisht, nuk jam të bo politika as qef. A i mërgim mavraj, sot informatat janë që i ka vdek baba për një me, po. Edhe unë e lusë Zotin, bashkë me ju, inshallah Allah e më shiran babën e ti dhe inshallah Allah dhe lëshanu, jashton sabri, dhe jashton durimin, vlau tonë, mërgim mavraj dhe familjes e ti. Në këtë rast, mu më vjenë se une edhe Hozin Ahmet Kalojën e kam shokë, në studiu bashkë, por aj, si hoqi mërgimit edhe ati Asheri Selam që Allah e shpëbrejt për punën që e banë me mërgimin dhe me shokët e ti, dhe atë e ngushëlloj njësoj për vdekjen e babës e mërgim mavraj. Në ndeshën vëzër, pas dojes, një shqiptar, po e lezoj, Facebooki, vajtë përqinoj mirë, 90% i keq, një folë drejtë. Një shqiptar, se di kur ka shku në Zvicra, ka ik, as ka ik, nuk i di. Se njeri jashtë del, ose për më martu, hijreti, pse bëndë, ose për më martu, ose për me fitu pasuri, ose prej problemeve. Probleme që ndodhin, dhe pa tjetër i ki medaljes. Aje ki shkujt ati, kishtë thonë kështu, une nuk jam shqiptar më kërisat. Une lezoj, thonë, mos lone di. E këshiri datën, i pari prill, thash, mos do me lujtë di. Dhe që kina qef me të pari prill, kitë me rejnë ka pak. Po, për një me kishtë, tha, unë nuk jam shqiptar, se këto, si të Afganistanit janë bon edhe të Katarit e kujti qka. Ama i atë me qunë Katar, a i kur njëherë nuk i në Zvicër më. Mashallah, se e mendon që Zvicër në vëjnë, se i një maj mirë në borë. E di njeri ju se, ma atë që e ka, ma atë e ka lën jetën e një. Atë me ma, se për shenë, qyteti maj madhë Zvicër, unë se më nga Zvicër, në kam qenë Zvicër, halal e koftë. A pa ma pra që si janë musliman, pas tërtia, regula. Me pas visonë semafor, 13 minuta nëse duhet, gjithë ore pret semafor. Të ne e ki pa, si të vanohet për semafori, këtë kjera, azër, thuti se tërgen të po. Po, atë që e ka, ne ka. Unë e kësha lënë zotë, isha Allah të rrëllë të zanë, banë musliman. E ki shqiptari, këshar. E këshar një shqiptar tjetër, pse qenë ka muslimana dhe bjenë thejtë. Qka po du me thonë me ta? Me këta po du me thonë që njerëzit që nuk na dumë neve si musliman, ti edhe namazin kër ta falish ati nuk i dukesh mirë. Ti edhe prindin kër ta respektosh ati nuk i dukesh mirë. Ti edhe ushqimin kër ta hash me dorën e djatë, se në fejnë tonë haram me hangë me dorën e majtë. Si do qoftë, ne, si të rije, si më të vjetër, qka do që bëjmë të fejës tonë, po dhe të kambi tonë? A vëllaj, ma një metë, qka bëjmë, së zdi, shumë e di. Ama qaj që nuk ka fetar, nuk mundet me qenë komtar. Aj që nuk ka komtar, nuk mundet me qenë fetar. Kjo punë janë të lidhura. Nuk mundet që ti me marrë me më thonë, unë i jam shqiptar, jam shqiptar. Su në gjanë këni shqiptarit e në bugarë se në bana. 100 pasaporta me mi dhanë. Bugar, Rumon, Amerikan, Zvicran, nuk mundesh me ba. Ama edhe si musliman, ku të du shkon në botë, kanë me të fetu. Unë e kam një ligjerat kër e kam folë për atë muslimanin cili ka dash në Evropë me dalë me ban gjuna. Zina me ban, marrëdhënie intime jo të lejuara, të ndaluara. Edhe ajo domaqinka kër i ka thonë, hajde, e ki teshat, kër i ka ik teshat, ka pas që i po mësinet, e ka thonë të musliman, kanë edhe ka ik. Ti e ki peqate, u shte ku më thonë. Po dhe ty me peqate i ki me vullë që i e musliman, nuk një puna. Sa do që mundohesh me hekë, nuk ove lëkura, nuk hiqet letë. E tash, disa shqiptarë dunë më bo ma shqiptarë se unë edhe ju. O, vëzë, nuk bo shqiptari ma shqiptarë pse i shanë fejnë islamë. Valoje.
Ne duhet si shqiptar këtë bashkë, pa ma parasysh ku jemi si jemi. Duhet mu lidhë dhe më të veti, mu ndihmu dhe më të veti. Se vallaj, mos mendoja i shqiptari që jo kam qëllimin të islamofobat që çka do të ndodh, unë të tregoj jam mërzit, mos po duhet dhe me hi me lexu ma. I lexoj ato janë disa kosovarë islamofobë, janë disa tutene islamofobë, janë do Shqipëri islamofobë, mos folin për shqiptarë që kanë ikë edhe jetojnë jashtë ata ma, thotë se ne kena qu prej atje, ja, ambasadori kujtje. Ai çka të qofet e neve çka. Ne jemi, Zoti na ka kriju shqiptar. Shqiptarllëki nuk ka qef. Për shembull, Zeki Simtej u thot pra valla, prej sot unë së ndurojmë shqiptar. Na korritën, prej sot ka më bëu kujdi rus për shembull. Ose për shembull. Unë tham jo, se ka unë jo rusën amerikan. Ai tjetër unë gjerman. Ai tjetër unë ka më bëu kujdi unë. Kazak. Po çka duhet bëmë ti, gjaki nuk ndron. Pashallah, gjakin ose gjak. Amo feja ndron. Feja ndron. Sot jemi më të mirë, nesër më të dobët. Mos nesër mund me dal krejt për kësaj feje. Ama ma vonë mund me hi mirë në fejë. Ama qëllimi, kua? Me hin fejë i ditur, me dituri. Jo me hin fejë i pa ditur. Turpi maj madh puna. Ku ne musliman nuk di me argumentu fejnë ta. Nuk di me shpjegu fejnë ta. S'o problemi. A deri sa jemi të përqab, si cili ndryshe e stjaro, si cili ndryshe e spjegar, si cili ndryshe e mbro. Do më thonë, ne qëfar nevoj kemi? Mu bo bashk. Edhe pse mendimet e ndryshme janë të lejume. Jo rasisht edhe në fejnë tonë ka medhhebe. Qka du me thoni, qka në medhhebet? Mendimet ndryshme. Me argumente. Të ne me inatishim. Edhe në aspektin fetare, në aspektin kombëtare, lloj aspekti me inatishim. Nuk ka nevojë njeriu me pas inat. Argumenti i qartë edhe e drejta, sa do të vanon në ditë, ka mo, pa tjetër mu pranu. Ama e shtremta, rejna, gënjeshtra, sa do që është bindër se sot, një ditë ka marrë kuat që ka mu marrë vesh që ajo s'pas ka qenë vërtet dhe pas ka qenë rejnë. Filan hoxhe ka gabu, filan hoxhe ka gabu, filan hoxhe ka gabu. Ajo Anton Qira, po dhe Anton Qira, ajo tha 1.900.000, si na thabe, shumë keq në randej, vallaj. Mashallah, shumë keq edhe në musliman, s'ka vana? E la. Pse e lam këtë po, për me një njeri që i sëmur, psiqikisht dhe në zemër dhe në shpirt, çka kena mu marrë ma? Se një njeri që ka onë këtë dërejgje dhe thot 1.900.000 qenë duke se, çka na thabe, shumë keq na tha vallaj. U dash mi e rejve, edhe që ato islamofovat pa emna, hiq me së thanë për gjanë për atë. Ate ne, një hoqë që ka bon, ato me njerë shajnë. Po nuk obëm punat e hoxalat. Unë thamë, mërgjim mavren e shanë. Mërgjim mavren futbalerë e shanë. Shanë musliman, se vjen sejzë. Pashallah, nëjse kom e do një karatist, një basketbolist nëjse vder, një politikan nëjse vder ma musliman, ku e di une? Dhe më thonë, qëllimi i tyre nuk është... Kanë forë për basketbolistin. Shembë, thamë, si shembë dhe mora. Nuk ka qëllimi i tyre... Edhe kur gjanë se mërët, e rërahat. Rërahat, feja islamo, diçka shumë e madhë. Feja islami ka do këtë të, me... Këtë dënjaja me një anë, kur gjanë si në bëjnë islamët. Ata mundën muslimanve, me ju bu keq, mundën mi shpërnda, mi përqa, mi shpartalu, mi mundu pa. Ama islami si islam a gjasin. Su nuk nacet i të hangë muë më këqit nuk para në mërë që se në vidi. Në kishore prash, ana. Kanë vërë të mira se... Veç, nga kom dhonë drejsin e Shqipëris, Albania. O njësoj Albania dhe Shqipëri? Një natën të gjova debatin pastaj për ato djemë të kombëtare që shku në gjami për a lojës gjëmane e pare. Kanë bo mire, s'kanë bo mire. Më përqejt e debatit, dhe më thonë shumice tyre të klanë. Mas shumë të bi Kosovë ka pasi për Shqipni. Për shemë Shqipni që ka hoxha e komendatorit.
A i bani do, lutë. Intervistën do në praktikant mavra e kanë e kënejë, Super. Kire Shqipërisë shumë pala nesha. Kosmopolit. Shqipërisë janë internacional njerëzi. Më thashe ti një njerë që aeroplanit i thot avion, dhe më thonë e kosmopolita, po vëlloj. E di se ato interesant. Tash, to Kosovar, mafijet, që to mafijash që janë të përmend, janë 3-4 vjet, 5 vjet, edhe Shqipërisë ja u kanë imponu këtë islamofobi. Ama kryeministri Edi Rama shumë bukur, tha islamofobia është shumë më e rrezikshme se sa shumë punë tjera. Me çka e dalloj islamofobin? Me korrupsionin. Islamofobia tha shumë punë e rrezikshme, po lojë po. Edhe tash ti mund të ne thon sën podlesiti, nuk sën dorojmë ti. Po problem. Edhe se ti mundesh mos më nejt me mua. A më nejt sikur ta kanë një selam e pa më ti prapë. Mos rri me mua. Ase e di kura njerëzit nuk se ne durojmë ne. Valla juve muslimanë se ne durojnë. A shumë lehto. Se na durojnë ne na shumë isto ju mundi me shku Sri Lanka. Sri Lanka krejtët e ka Colombo. On fund ti ndisë ti në vend i vogël. Shkon aty ka do më munat mirë. Po valla mundi më knas aty. Tash nuk mund me bën qef 10 vetëve. 10 vetëve u kam tek mafiun, thash mafiash. Së na durojnë ne 2 milion. A tjetër kam të thot du të më ofro këtë vjuve. Pse? Pse jeni musliman? A tjetër thot, ja, inshallah kama i thej pse ka dhënë goll. Pse o musliman? Pash ne, du më thonë mu fal keq. Më studiu keq. E disa që këtë mafjazve që i përmenda, sa vini natin ne kur mësim. Kur studiojmë, kur lezej. Valla, i plasin ki. Ama prap, une nuk jam i keq, tham inshallah Allah ju dhëzat. Vallaj po, se munda me thonë, o Zot, shkatroj, ama ne nuk jena kështu. Po thonë, o Zot, u dhëzoj. Se se na duan ata janë, i kanë shkollë. Që kanë vini natë, i kanë shkollë, i kanë nejda për banka, kanë 20-30 vjet, edhe tash, se di për çfarë interesi. A jam i sigur që e di se te ne, vallaj, se na ban tjetër fej. Ti jam e ndonë drishe se mund të bëna dhën fejnë? Unë se ti pse u falë këtine.